Na këtu jem qytetarë gjithë dhe gjithë jem njëri me tjetrin, është mirë se qytetarët milion me votu të lirë, me jep verdiktin të lirë ashtu qysh ata menojnë, edhe pa presion e pa ndikim. Ne jem për këta dhe bëj thirrje gjithë qytetarëve të komunës Veçani që të dalin të votojnë lirshëm, të japin verdiktin pa presion. Unë ajo që kam rënë sy këtu është, qendër ku erdha me votu, është që këtu, në këtë hapësinën këtu, koordinatori qendrës nuk ka bu verifikimin që duhet të një zyrtari që ka Bexhin, është vëzhguesi i Aleancës për Armërinë e Kosovës edhe bën verifikimin e personave që nuk gjenden në listë. Kjo në konsideroj që nuk është në rregull dhe kjo duhet mu ndalë. Nuk është në rregull mu qelë 2 ose 3 dyert një qendër të votimit, qendra e votimit e ka hyjmen këto dhe këtu duhet me hinë qytetarët, nuk duhet mu hape dyert tjera. Mos na përsëritën këto situata që qytetarëve më u bë presion. Votë shimet i pat, edhe pse unë e kom pa atë djalë, ai pat Bexh, unë nuk i kom verifikuar sepse unë faktikisht Keqezeja ka bënë një gabim të madh se nuk na ka pru asnjë zyrtar këtu, domethënë edhe unë nuk muj, domethënë se cilin person që hyn këtu të partive ndryshme me verifikuar me ngjë kush është ky, kush është ai. Ata kanë certifikim, domethënë kanë Bexha me të cilët kanë ardhur këtu, ai e kom pa ka verifikuar vetëm ata të cilët janë ofruar mja u gjet listë vend votimin sepse disa kishin ndranës, disa ndeçan, disa në për vend votime të tjera, kështu që nuk ka pas asnjë ndërhyrje që do të ndikonte, domethënë në ndikimin e votuesve. Prej mëngjesit nuk kemi pas të lashtë të mëdha, kemi pas një fotografim të vote, o marr prokuroria me personin në fjalë dhe policia, diçka tjetër nuk ka pas ndonjë ankesë substanciale që mund do duhej të evidentuaj.